Valmir Gallopeni për Radio Tugaçinit. Zotri Kurti, kur e përmendet çështjen e shkuarjes në zgjedhje të reja, do thotë nuk keni ndonjë përpjekje si lëvizje vetëvendosje ose ndonjë angazhim për mandatorin e dytë, edhe ju si partitë e tjera e përkrahni shkuarjen në zgjedhje të reja. Unë duhet si konfirmim, ndërsa sa i përket të zgjedhjeve të ardhshme, këni shihni si opsional për koalicion, se nëse për çdo mosmarrëveshje politike shkojmë në zgjedhje, duket më kon goxha interesant pastaj, por na bjen goxha shpesh me shku në zgjedhje. Nuk arrini të bëni qeverin, duhet me shku në zgjedhje. Nëse nuk arrini me bë prapë me zgjedhë presidentin prapë në zgjedhje. Mos me mujt me e zgjedha dhe ndonjë udhëhecës të ndonjë institucioni tjetër prapë në zgjedhje. A ka ndonjë ndryshim të qasjes ose a do të largoni vija të kuqe, qoftë edhe për partitë e tjera, e para dhe e dyta, a ka gjas që të ketë një qasje tjetër nga ana e lëvizjes vetëvendosje, pasi që partitë e tjera kanë thënë që edhe gjuhën që e keni përdorur në fushat i ka larguar ata ose ja ka pamundësuar që të kenë një bashkëpunim me ju. Duhet të presim zonjën presidente për hapat e më të tjershëm. Unë besoj që ka qenë mirë të ishim kursyer së paku nga zgjedhjet në dhjetor. Nëse s'ja dalim do të shmangim zgjedhjet në prill, atëherë së paku në dhjetor të mos i kishim. Me qenë se tash, ju e dini gjithë ne jemi të përqendruar shumë tek balotazhi në komunat ku marrim pjesë, por nuk është në dorën tonë. Besoni, jemi përpjekur maksimalisht, kemi ofruar kompromise, koncesione, por nuk u bë. Dhe tash sa i përket gjuhës, nëse shikoni ju se çfarë na kanë thënë, na kanë quajtur neve, është e pakrahasueshme me çfarë mund t'i ketë thënë ndonjëri prej nesh atyre një herë. Është dallim i jashtëzakonshëm. Unë nuk besoj që ka pas në Republikën e Kosovës në i kryeministër më të ofenduar e sharë se sa. Ma gjeni, shikoni në për arkiva, edhe mbledhni të gjitha dhe e janë në konkluzion mbase edhe faktik statistikor. Por edhe njëherë po e theksoj çfarë kam thënë disa muaj më herët, problemi i mos pajtimeve nuk ka të bëj me gjuhën që përdoret. Sepse çka i kanë thënë këta njëri tjetrit, e janë bërë bashk, or do të ishte e pashpjegueshme. Janë në pikë pyetje, ose në pyetje interesat. Tash, lëvizja vetëvendosje në qeverisje, unë si kryeministri i Republikës, duket që duke bërë gjëra të mira për Kosovën, kam prish disa pazare e kumari. Po ky s'ka qenë qëllimi im. Qëllimi im nuk ka qenë t'ju prishja atyre pazaret dhe kumarit. Qëllimi im ka qenë të bëj mirë për Kosovën. E tash që duke bërë mirë për Kosovën, disa i humbim privilegjet nga pazaret dhe kumarit, s'kan çfarë ju bëj. Dhe ankesat e tyre nuk mund të më ndalin mua dhe as qeverinë e Republikës Kosovës, qoftë në detyrë ose fuqi plot. Por nëse ju megjithatë insistoni që na qenë ka gjuha problemi, pse të mos bëhet Sulejman Meholli kryetar komunën Vushtrri? Vetëvendosja me LDK-n bashk. Pse aty s'po bëka? Çfarë të keqe i ka thënë Sulejman Meholli kryetarit të LDK-s ose në anëtarit kryesisë që tash nuk po bëka i mbështetshëm nga LDK-ja koalicioni në Vushtrri. Edhe njerë po e theksoj, ka të bëj me pazare, kumari, interesa, nuk ka të bëj për fjalët e përzgjedhura ose jo në deklarimet publike. Genc Godanci për televizorit të shtatë. Kryeministri gjatë këtyre muajve blokad, pothuajse gjithë deputetët e televizës vetëvendosje kanë deklaruar që i keni 61 vota për qeveri, por jo për kuvend. Madje edhe ju personalisht në një emision televiziv keni thënë që ata e dinë që unë kam 61 vota për qeveri, andaj po mblokojnë këtu në kuvend. Ndërkohë dje e pam që i morët 56 vota, madje një më pak se sa Albrina Axhiu që i pat marrë 57 për kryetarët të kuvendit. Çka ndodhi dje, pse nuk i patët edhe 5 vota, siç keni proklamuar gjatë këtyre muajve? Së pari, ne jemi pyetur shumë gjatë pranverës. Atëherë kur ne kërkonim votimin e fshehtë. Dhe ju e dini shumë mirë rezistencën e opozitës që të votohet me votim të fshehtë, ndonë se gjykata kushtetuese me një gjykim të mëhershëm ka thënë që votimi i fshehtë dhe votimi i hapur
nuk kanë statuset të ndryshme vlerore, janë të barabartë. Me qenë se atëherë kryesuesi i seancës konstitutive, Avni Dehari, e provoi 6 herë votimin e hapur në gjysmën e 2 të prillit, pa sukses, ne thamë ta provojmë votimin e fshehtë. Dhe në muajin maj, kur vinë këto deklaratat tona, vinë pikrisht atëherë kur duke i qartazi se kishte vullnet të opozita, por me kusht që të mos ekspozoheshin ndaj krerëve të partive dhe ndaj medjave në përgjithësi se e dhanë votën për konstituim kuvendit. Pra, kishte një lloj trysnie të jashtëzakonshme mbi deputetët në muajin maj, si vjet, që kurse se të mos bëjnë as takime me lëvizjen vetëvendosje. E votimi i fshehtë për neve edhe ishte e drejtë, ligjore, edhe ishte obligim politik për t'i konstituar institucionet që fillojnë me atë të kuvendit të legjislaturës 9, por në anën tjetër ishte edhe shans për dal nga gërçi. Dhe unë besoj që në atë periudhë, po të votohej me votim të fshehtë, Albrena Haxhiu i ka pas 61 votë. Edhe sot e kësaj dite mendoj asaj. Tash nuk mund të themi se s'do ta provojmë asnjëherë më. Po, domethënë, ose nuk dihet. Domethënë, unë jemi bindur që në atë kohë Albrena i ka pas 61 vota me votim të fshehtë. Dhe insistimi im ka qenë më testoni, pra më provoni. Besoj që nga pranvera, vera deri në vjesht, numrat kanë lëvizur. Prej 56 deri në 62-3, nga java në javë. Dhe dje ishin 56, tash janë 3-4 deputet që na e kanë thënë shumë qartë, bëni ju 60 vota, ne jemi i 61. Kjo i bie që po t'i kishim 60, do bëhemi 63 ose 64. Po, jemi tash ku jemi këtu dhe vazhdojmë.